Fusin edhe lidhjet e tyre me Donald Trumpin, lindin edhe këto problemet e tjera pastaj që janë skandal. Zoti Sina, po për raportet mes Tiranës e Washingtonit, çfarë mund të themi në bazë të kontakteve, indicjeve, informacioneve që ju keni? A janë në pikën më të mirë sepse opozita në Tiranë shpreson që të marrë goditje kryeministri nga raportet mes dy vendeve, po? Unë do të thoja kaq, për lidhur për marrëdhëniet ta kapën në atë generalen të përgjithshme, lidhur me marrëdhëniet. Marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me shqiptarët, jo vetëm me Tiranën edhe me Prishtinën. Këtu mbajtet tek deklarata që uroi për zgjedhjet me shqiptarët. Ka rreth 15-20 vjet janë të vakta. Janë tepër të vakta, janë ujk. Në anglisht i thon ujk. Janë shumë të dobta. Pse? Kjo ka ardhur nga shumë shkaqe, dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë të treguar në një preferencë lidhur me marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe Shteteve dhe Washingtonit. Kjo periudhë kanë munduar ato takimet e mëdha, takimet që ka pasur më përpara me Departamentin e Shtetit, me presidentin, me sekretarët e Shtetit, me gjithë. Takimi i fundit personi i fundit që ka hyrë zyrtarisht dhe ka hyrë në nivel të lartë në shtëpinë e bardhë ka qenë Ilir Meta. Pastaj erdhi edhe një ndërhyrje me anë të ministrisë e Tiranës nga dyert e prapme të Barack Obamës, që e futi nga dyert e prapme të White House, të shtëpisë bardhë pra, nuk e futi në mënyrë zyrtare aty, siç priten kryeministrat dhe siç pritet gjithë. Rama bëri një vizitë sa për një fotografi dhe ajo dhe e gjitha ishte në sajt të lidhjeve të njerëzve që quan deri aty. Pra të ambasadorës edhe njerëz tjerë. Në këtë kontekst do të thoja që 15-20 vjet të fundit asnjëherë nuk kanë qenë më të dobta marrëdhëniet e shqiptarëve me Washington. Madje po të bëja edhe një krahasim pak hiperbolik, do ta krahasoja edhe me në kohën e komunizmit, kur atëherë dhe u prishën marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra jeni në pikën më të ulët. Në 1946 dhe shkak në 1946 historia na ka treguar kanë qenë zgjedhjet e 1946. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 1946 i bën thirrje qeverisë komuniste, qeverisë të Enver Hoxhës, që të anullonte zgjedhjet. Se zgjedhjet ishin të manipuluara dhe ishin fituar 99.9%. Zoti Sina, pse morët krahasimin e 46-s? Pikërisht tani që është debati për zgjedhjet në Tiranë. E mora se është e njëjta situatë, e njëjta gjë. Pra, do të thotë që nuk kemi të njëjtën, po shkojmë drejt të njëjtës rrugë. Të njëjtës rrugë. Dhe jo vetëm që po shkojmë të drejt të njëjtës rrugë, por po ta krahasojmë me diçka tjetër, me atë nëngratën e Berishës, unë mendoj se Rama me këtë goditje që po japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës indirekt dhe të thorozi është paradhoma e një nëngrate. Po kush janë këto goditje, sepse në Tiranë nuk po kush janë më të prekshmet pra goditjet? Goditje më të madhe se sa kjo mos pjesëmarrja e Edi Ramës në këtë event kaq të madh siç ishte Asambleja e Përgjithshme, megjithëse Shqipëria gjithmonë ka përdorur atë narrativën e rotacionit presidenti kryeministri. Por në 13 vjet prej kur ka ardhur Edi Rama në pushtet, nga 2013 akti, ka ardhur në Kombet e Bashkuara 12 herë vetëm Edi Rama. As edhe një mungesë nuk ka nga këto dhe asnjë nga fjalimet që ka mbajtur në platformën e Kombeve të Bashkuara. Kjo është e lexueshme, nuk ka nevojë ta komentojmë ta themi. Sepse nuk erdhi Edi Rama. Për këtë, nëse duan shqiptarët edhe do politika shqiptare ta vërtetoj këtë, dhe të pyesim Marko Rubin. Dhe të pyesim Marko Rubin pse nuk ka ardhur. Po, Rama thotë që më kanë dalë nga shefi këto fotografitë, më the thash se u bëj vjetër tani në atë post. Rama, jo se ka dalë nga shefi. Po, Rama ka pasur rastin më të mirë se Rama është nga vetëm udhëheqës shqiptar që me ato plivallniqet e veta, që diti bëj vetëm Rama,
arriti të ketë marrëdhënie të mira me të gjithë politikanët botëror. Më të lartë me Macronin, me atë të Gjermanisë, me Melonin dhe me të Gjermanisë, me ato karnavale në Palacio i Ligjit dhe vetëm, arrinte. Por ajo që është më keqja është kjo, që politikisht, nëse ti këto marrëdhënie me udhëheqësit e lartë i shfrytëzon për interesa personale, ato nuk janë të suksesshme dhe janë të destinuara të dështojnë. Në këtë kontekst, edhe Edi Rama nuk i shfrytëzoi për mira të gjitha këto marrëdhënie, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me administratën e Bidenit, edhe me ambasadoren Yuri Kim, që ishte një nga ambasadorët më të paafta sa u nxorr në pension në moshën 53 vjeçe. Një gjë rrallë dhe një gjë e paparë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dalin një pension një ambasadore që pretendon se është diplomate e karrierës në moshën 53 vjeçe, kjo është goditje dhe është ignorim për atë personalitet. Zoti Sina, si në gjykimin tuaj si mbyllet ky raport i krijuar në mandatin e 4 tani, si vazhdon me SBA-n? Do ketë një pikë kthese apo një mbyllje të keqe? Çdo e keqe ka dhe një të mirë pas saj. Dhe kjo është ajo pigmenti që nxjerr e gjithë kjo biseda që po bëjmë. Është që mbas gjithë këtyre gjërave, gjërat do të shkojnë për mirë, do të shkojnë gjëra saktë.